Zoti Fatmir Gjafaj. Zonja drejtuese e seancës, dashur qytetar, në këtë diskutim të sotëm, në debatin për buxhetin e parë të kësaj legislature të re, fjalët e para me shumë përgjithësi dua t'ua dedikoj atyre që më mundësuan këtë mandat të ri përfaqësimi dhe për cilët jam këtu. Falenderime dhe minjohje të thellë për mira qytetar Tiranës që për herë të dytë radhazi në një betejë të hapur me lista të hapura, më ridhan mbështetjen dhe besimin e fortë për të qenë përsëri përfaqësuesi zërit dhe interesave të tyre për të shërbyer edhe në këtë mandat plot angazhim dhe përkushtim për të përmbushur premtimet e bëra ndaj tyre. E madhe është pesha e këtij mandati për majorancën tonë me 83 mandate. Një besim i jashtëzakonshëm, një përgjegjësi shumë e madhe, që kërkon prej nesh më shumë modesti dhe përunjësi, më shumë përkushtim, llogaridhënie dhe transparencë për angazhimet dhe premtimet e bëra ndaj Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Buxheti i paraqitur për miratim është akti i parë i rëndësishëm që synon të përmbush më së miri premtimet dhe angazhimet tona përballë qytetarëve, si dhe programin ambicioz për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Në qendër të këtij projekti qëndron qytetari dhe nevojat e tij reale. Ai është konceptuar mbi parimet e barazisë dhe drejtësisë sociale, duke synuar jo vetëm rritje ekonomike, por rritje që shpërndahet dhe prek jetën e qytetarëve të thjeshtë. Pjesa sociale e tij është një nga shtyllat më të forta, e reflektuar qartësi në rritjen e ndjeshme të parashikuar për pensionet, pagën minimale, pagat e një grupi të gjerë të administratës publike, përputhshmërinë me buxhetimin gjinor e të tjera të tilla. Ndihem shumë mirë që në këtë buxhet dhe nga paketa fiskale marrin mbështetje të fortë disa grupe sociale për të cilat kam shprehur angazhime konkrete në fushatën elektorale dhe konkretisht lidhur me moshat e treta, familjet e reja dhe profesionet e lira. Ne duhet të vazhdojmë të dëshmojmë mirënjohje për të dijeshmen tonë, detyrim për vazhdimsinë sociale dhe angazhim për të nesmen e qëndrueshme të shoqërisë sonë. Së pari, mirënjohje shoqërisë sonë për ata që e bën ndër vite këtë vend me kontributin e tyre. Moshën e tretë ose siç quhet sot ndryshe, mosha e artë, gjë që duhet të vazhdojë të shoqërohet edhe një paketë shtesë të dedikuar masash ligjore dhe programesh financiare dhe sociale për të garantuar objektivin tonë për një standard dinjitoz të jetesës për këtë grup shoqëror. Së dyti ne kemi detyrimin për të ruajtur vazhdimsinë dhe trashëgiminë, kujdesim për brezin e ri. Me gjithë hapat pozitive, politikat për të rinj dhe familjet e reja duhet të jenë edhe më të forta dhe më të prekshme drejt për drejt, për të pasur buxhet më të shtuar për punësim, strehim, programe të mbështetjes financiare, programe sociale dhe digitalizim të aftësive. Së treti mbetet prioritet angazhimi për të ardhmen. Sigurisht arsimi është kyç, por edhe kujdesi për profesionet e lira, që me zhvillimin e ri teknologjik po marrin përparësi. Ndaj tyre kërkohen politika fiskale më realiste dhe mbështetëse. Nëse duam të zbusim emigracionin, duhet t'u japim profesionistëve dhe sidomos atyre të rinj në moshë stabilitet ekonomik, siguri juridike, siguri të vendeve të punës dhe sidomos meritokraci si domosdoshmëri dhe garanci për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu. Në fokus të çdo buxheti nuk janë shifrat, por rezultati. Prandaj nuk mjafton vetëm të rrisim fondet, duhet i shpenzojmë drejt dhe me eficiencë. Keqardhje kur sheh që një pjesë e mirë e fondeve buxhetore nuk realizohen. Kjo do të thotë më pak zhvillim, më pak kujdes social dhe më pak vende pune. Pse ndodh kjo? Disa thonë që lidhet me drejtsinë e re dhe kryesisht me institucionet e drejtësisë penale. Mund të jetë kështu, por askush nuk thotë çfarë konkretisht. Mund të ketë dhe unë besoj se ka diçka që nuk shkon. Ndaj në seancat e mëparshme kam ngritur shqetësimin dhe kam kërkuar që të tregohet kujdes me penalizimin e njerëzve të administratës dhe të biznesit, për një kulturë dhe qasje tjetër nga strukturat e drejtësisë penale në këtë aspekt. Kjo kërkon të ulen palët në tavolinë për dialog, të dialogojnë dhe të shohin se cilat janë reflektimet që duhen bërë. Po përtej asaj çfarë ka racionale në këtë histori, personalisht besoj se në jo pak raste, kjo është një alibi, mbas së cilës fshihet një problematik tjetër me vetë institucionet dhe agjencitë që merren me administrimin e fondeve buxhetore. Nisur dhe nga raportimet e bëra në komision nga institucionet e ndryshme të gjashtë të buxhetit, rezulton se një pjesë e tyre e ka realizuar mbi 90% buxhetin e përcaktuar për investime, por dhe për mallra dhe shërbime. Atëherë si shpjegohet që disa e realizojnë dhe disa jo buxhetin e akorduar në vitin përkatës buxhetor? Si shpjegohet që disa i realizojnë prokurimet në fondin limit 99% dhe disa arrin të kursejnë deri në 20% të fondit të prokuruar?
Besoj se ka disa faktorë që ndikojnë në këtë realitet. Ndër të tjera kjo lidhet me aftësitë menaxhuese të drejtuesve të institucioneve dhe përgjegjësinë për të zgjedhur njerëzit e përshtatshëm në këto procese, motivimin dhe mbështetjen për të punuar qetë dhe në liri, të zbatojnë drejt ligjin dhe përgjegjësitë përkatëse. Kryerja me shumë kujdes e këtij ushtrimi parlamentar përmes seancave dëgjimore në komisionin ton ishte një gjë me vlera. Kemi deputet të mazhorancës, si dhe ata të opozitës, qëndrimi kritik, por dhe konstruktivi të cilve ishte një vlerë e shtuar në këtë proces. Përfshi dhe punën shumë të mirë të këshilltarëve dhe stafit të kuvendit dhe të Ministrisë Financave të angazhuar pranë komisionit ton në këto seanca dëgjimore. Komisioni për Nisma Qytetare, Bashkëpunim dhe Mbikëqyrje Institucionale vendosi në fokus të analizës koherencën midis planifikimit financiar dhe detyrimeve që burojnë nga rezolutat e kuvendit. Performancën e institucioneve të pavarura në përmbushjen e rekomandimeve dhe rezolutave të miratuara nga kuvendi dhe se sa dhe si buxheti mbështet realizimin e këtyre rekomandimeve. Kjo qasje e re e komisionit i shërben forcimit të rolit mbikëqyrës të kuvendit dhe rritjes së cilësisë dhe efektshmërisë së kontrollit demokratik. Në rezolutat e miratuara kemi përcaktuar rekomandime, përmbushja e cilave kërkon mbështetje buxhetore, por në disa raste në buxhetin e prezantuar kjo gjë nuk parashikohet. Këtë situatë duhet ta zgjidhim. Është e papranueshme që kuvendi të jap rekomandime që nuk zbatohen për efekt të mungesës së fondeve buxhetore. Shpresoj që Komisioni i Ekonomisë ta reflektojë me realizëm këtë situatë. Gjithashtu, ne nisur nga ky proces, kemi nxjerrë disa reflektime lidhur me ndryshimin e metodologjisë në zhvillimin e seancave dëgjimore në kuvend, hartimin, miratimin dhe monitorimin e rezolutave të miratuara nga kuvendi, si dhe për një dialog, bashkëpunim dhe koordinim më eficient me vetë institucionet e pavarura dhe ekzekutivin gjithashtu në këtë proces. Një aspekt të fundit që duhet trajtoj janë institucionet e pavarura. Për vitin 2026 ato përfitojnë 18.6 miliard lek, me një rritje prej rreth 11% krahasuar me një vit më parë. Prej tyre, rreth 74% e totalit shkojnë për institucionet e drejtësisë. Kjo është një tjetër dëshmi e angazhimit të kësaj mazhorance për forcimin e drejtësisë, integritetin institucional dhe mbështetjen ndaj reformës. Këto fonde duhet të shndrohen në kapacitete më të forta prej tyre, staf më profesional dhe mekanizma më të qartë të llogaridhënies. Mendoj se tashmë që kemi përmbyllur fazën tranzitore dhe emergjencën e funksionimit normal të institucioneve, është momenti për disa zgjidhje më strategjike dhe më të qëndrueshme në këtë fushë. Në këtë kontekst, mbështetur dhe në një ekspertizë të mirë ndërkombëtare, duhen hedhur disa hapa të domosdoshëm që kërkojnë qartësi dhe vendosmëri. Nevojitet një studim dhe analizë konkrete mbi eficiencën e strukturave të institucioneve të pavarura. Hartimi një masterplanit të plot dhe afatgjatë për infrastrukturën e tyre dhe institucioneve të drejtësisë në veçanti, si dhe një analizë e plot për pagat dhe përfitimet e ndryshme mbështetëse për të zgjidhur disekuilibrin e krijuar brenda tyre, për një hierarki të arsyeshme dhe realizëm në raport me realitetin ekonomik dhe social në këtë vend. Përfshi dhe mbështetjen për strategjinë e uljes së backlogut në të gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë në funksion të rritjes së eficiencës dhe përmbushjes së pritshmërive të larta të qytetarëve në këtë aspekt. Nderuar koleg, projekt buxheti i vitit të ardhshëm është një dokument tejet i balancuar, ruan stabilitetin ekonomik, ka në qendër shtresat në nevojë, mbështet fort objektiva strategjike të zhvillimit dhe integrimit. Në këtë frym, ju ftoj ta votojmë këtë projekt buxhet në parim si një hap tjetër të rëndësishëm drejt forcimit të shtetit së drejtës, zhvillimit të qëndrueshëm dhe rritjes së besimit të qytetarëve te institucionet dhe te ardhmja e tyre. Faleminderit.